Përshëndetje dhe fundjavë të mbarë, dhe si fundjavë mu duke udhës të ndaj me ju projekt buxhetin 2026 me mbi 1 miliard eurot e tij për shëndetësinë dhe mirëqenien sociale, afro 4% e prodhimit përgjithshëm kombëtar. Dhe pa dashur t'ju lodh me shifra aq më tepër në një ditë shtunë, po ndalem tek lufta me kancerin dhe nevoja për barnat e shtrenjta që kërkon kjo luftë. E pra, për herë të parë, hapim një linjë financimi nga buxheti i shtetit vetëm për këtë nevojë jetike, duke futur 15 milion euro ekstra në shërbim të pacientëve të onkologjikut. Për herë të parë, shërbimi i rikonstruksionit të gjirit për gratë dhe vajzat që kalojnë kancerin do të jepet i plot për të gjitha dhe falas.